Në Big Brother Kosova, ku gjithçka është e ekspozuar dhe çdo veprim interpretohet në shumë nivele, ka momente që ndalen mbi zhurmën e zakonshme të lojës dhe marrin një ton tjetër. Momenti kur Limi i kërkon falje Albës është një nga ato çaste ku fjala më fal nuk është thjesht formulë, por përpjekje për të ndrequr diçka që është thyer më thellë se sa duket, dhe përgjigjja e Albës, jeta ime nuk është lojë, nuk është refuzim. Është kufizim, falja si akt, jo si strategji. Kur Limi afrohet Albës për t'i kërkuar falje, ai nuk e bën këtë në një moment fitoreje apo qetësie. Ai e bën në një situatë të ngarkuar, ku fjalët e tij të mëparshme, paqartësitë, hezitimet dhe heshtjet kanë lënë gjurmë. Kërkimi i faljes nuk është i lehtë, sidomos kur di që pala tjetër është lënduar jo nga një gabim i vetëm, por nga një seri veprimesh të paqarta. Falja, në këtë rast, nuk është për të pastruar imazhin. Është për të pranuar se diçka nuk është bërë siç duhet. Alba përballë një më fal që vjen vonë, Alba e dëgjon faljen. Ajo nuk shpërthen, nuk akuzon, nuk dramatizon. Por ajo as nuk e relativizon dhimbjen e vet kur thot jeta ime nuk është lojë. Ajo po vendos një vijë shumë të qartë. Ndjenjat e saj nuk janë pjesë e strategjisë së askujt. Kjo fjali nuk i drejtohet vetëm Limin. Ajo i drejtohet gjithë situatës, gjithë ambientit, gjithë idesë se gjithçka brenda shtëpisë mund të trajtohet si eksperiment emocional. Kufiri mes Big Brotherit dhe jetës reale. Big Brother është lojë, por njerëzit brenda tij nuk janë lojëra. Alba e bën këtë dallim në mënyrën më të qartë të mundshme. Ajo pranon që ndodhet në një format televiziv, por nuk pranon që kjo t'i heqë vlerën jetës së saj emocionale. Kur thot se jeta e saj nuk është lojë, ajo po mbron diçka thelbësore, dinjitetin personal. Ajo nuk po kërkon të fitojë një debat. Ajo po kërkon të mos humbas veten. Limi përballë pasojave të paqartësisë. Për Limin, ky moment është përballje. Jo vetëm me Albën, por me zgjedhjet e veta. Falja e tij është pranim se mënyra si janë menaxhuar ndjenjat ka qenë e gabuar, ose të paktën e pamjaftueshme. Në këtë moment, ai nuk ka më hapësirë për justifikime. Sepse Alba nuk po i flet me emocione të shpërthyera, por me qartësi të ftohtë. Dhe qartësia është më e vështirë për të kundërshtuar. Më fal nuk fshin atë që është ndjer. Një nga mesazhet më të forta të këtij momenti është se falja nuk është gomë që fshin gjithçka. Alba nuk e mohon faljen si vlerë. Ajo thjesht refuzon idenë se një falje e vetme mund të neutralizojë një periudhë të tërë pasigurie, frike dhe dhimbjeje. Falja, që të ketë kuptim, duhet të shoqërohet me ndryshim. Dhe këtë Alba e lë të nënkuptuar, pa kërcënime, pa ultimatume. Alba nuk kërkon kontroll, kërkon respekt. Në asnjë moment Alba nuk thot çfarë duhet të bëjë Limi. Ajo nuk i vendos kushte. Ajo nuk kërkon garanci. Ajo thjesht thot se jeta e saj nuk është diçka me të cilën mund të eksperimentohet. Ky është një qëndrim i fortë, sepse refuzon të hyjë në lojën e presionit emocional. Ajo nuk kërkon të fitojë dikë me forcë, ajo kërkon që, nëse dikush afrohet, ta bëjë këtë me përgjegjësi. Falja si pasqyrë e pjekurisë. Kërkimi i faljes nga ana e Limit tregon se edhe ai e kupton se diçka ka kaluar kufirin. Por mënyra si Alba e pranon, pa e absolutizuar, pa e glorifikuar, tregon një nivel tjetër pjekurie, të mos e shesësh faljen si fitore personale. Ajo e lë faljen të qëndrojë aty ku duhet, si hap i parë, jo si zgjidhje përfundimtare. Publiku dhe pesha e kësaj fjalie. Për publikun, fjalia jeta ime nuk është lojë rezonon fort. Sepse ajo i thyen dy shtresa njëherësh, iluzionin se gjithçka është për ekran dhe idenë se njerëzit brenda janë imun ndaj pasojave emocionale. Kjo fjali e rikthen vëmendjen te fakti se, edhe në një reality show, pasojat janë reale. Alba dhe mbrojtja e vetes. Ky moment nuk është vetëm për Limin. Është për Albën. Është momenti kur ajo mbron veten pa u mbyllur, pa u ashpërsuar, pa u viktimizuar. Ajo nuk e mohon ndjeshmërinë e saj, por as nuk lejon që ajo të shfrytëzohet. Të thuash jeta ime nuk është lojë do të thotë të dish sa vlen vetja jote. Përfundim. Kur falja takohet me dinjitetin, në fund, ky moment nuk ka fitues dhe humbës. Ka vetëm dy njerëz që përballen me pasojat e një historie të ndërlikuar. Limi kërkon falje. Alba vendos kufi. Dhe pikërisht në këtë ekuilibër qëndron vlera e këtij momenti, sepse falja pa përgjegjësi është bosh. Dhe dinjiteti pa qartësi është i brisht. Alba, me një fjali të vetme, i bashkon të dyja. Ajo dëgjon, por nuk harron, pranon, por nuk lejon, fal, por nuk e shndërron jetën e saj në lojë.